sot ju duhet ishit në hetim, jo atje, bashkë me qeverinë të pandehurve, edhe me ato që të kanë sjellë këtu në parlament. Unë nesër mund të iki nga parlamenti, po ta kthej kokën pas, kam disa rezultate. Po ty, çfarë do të mbetet? Për Ministrin Mëngu. Nuk e ka replik, e ka fjalë. Ministri e merr fjalën. Para sa po konfirmuat zonja Tabaku ato që thash. Kaloni kohën tuaj duke nxjerrë vendin dhe mesazhet politike dhe linçimin publik këtu e transferoni në çdo frekuencë të mundshme, qoftë kjo mediatike apo politike. Për sa i përket, po edhe ti zotri kolegi nderuar, kolegi nderuar që e ke formuluar linçimin politik si një art më vete dhe e përdor për ngjitje të shkallëve politike në karrierën tënde, të kujtoj se e vetmja trimëri që ke dhe e vetmja arritje e trimërie që ke është kalimi nga luli ke doktori. Zonja Tabaku, për sa i përket arritjeve të diplomacisë shqiptare dhe të sigurisë dhe të mbrojtjes, sigurisht zonjë këto nuk janë arritje të mia personale dhe bëni gabim që e shtroni bisedën këtë mënyrë. Për sa i përket Portit Durrësit, unë mund të them fare mirë se si ishte Porti Durrësit para shumë vitesh dhe si është sot nga pikpamja i një qendre logjistike dhe ekonomike për mbar vendin. Dhe ju ftoj që të shkoni ta vizitoni her pas here, sepse ndoshta juve deputet të Interlandit nuk e njihni Bregdetin shqiptar dhe logjistikën shqiptare. E dyta, unë sapo u ktheva nga ministeriali NATO-s, një ministerial shumë i rëndësishëm për vendin, sepse u mor një vendim i cili është kërkuar me vendosmëri, me qëndrueshmëri, me ngulm nga qeveria shqiptare, që nga viti 2022 u kam qenë pjesë asaj skuadre që ka kërkuar përfshirjen e korridorit 8, përfshirjen e kompleksin portuar Durrës Porto Romano në infrastrukturën kritike të aleancës. Kjo e pozicionon vendin në qendër të gjitha dinamikave, investimeve aleate, mbështetjeve aleate dhe trupave tona dhe atyre aleate në mbar rajonin. Kjo gjë duhet përgëzuar dhe nuk duhet linçuar sepse pas kam qenë unë drejtori i portit dhe pas kam kontribuar në këtë arritje. Faleminderit kryetar.